Falënderimet qofshin për Allahun, selavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vullin e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, ku elusin të madhruarin Allah të na bëjë prej tyre. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam për të ndalur në një ngjarje tepër interesante, e cila ndryshoi rrjedhën e historisë së Islamit, që është e vërteta, e pikërisht ajo që njihet ndryshe si legitimiteti ose ligjërimi i ezanit. Ndër veprat e para të cilat e veproi i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam me të zhvendosur për në Medinë, do të ishte pikërisht kush? Ndërtimi i xhamisë. Xhamia, e cila shërbeu si institucion, jo vetëm për të përcjellë mesazhin e Zotit, për të kryer faljet e namazit e ritet islame, por xhamia e cila shërbeu si spital, xhamia e cila shërbeu si vend strehim, xhamia e cila shërbeu si një gjykate, kështu me radhë institucione të ndryshme që me kalimin e kohës do të ndahenin për ta kryer çdo institucion funksionin e tij dhe për të mbetur xhamia vatra e diturisë dhe vatra e përcjelljes së mesazhit të fesë Allahu subhanahu wa taala. Mirë, për me ndërtimin e kësaj xhamie, profeti alayhi salatu wasalam u përball me një sfidë shumë të madhe. Sfida se si ti lajmërosh njerëzit për të ardhur namaz. Dhe këtu ka patur diskutime të shumta mes sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. I dërguari i Zotit kishte ndër shumë gjëra të bukura dhe të mira që kishte në marrëdhënien e tij me të tjerët, ishte edhe fakti se zhvillonte me të tjerët konsulta kur nevojitej. Pra kur dikush të hap derën e konsultës, do thotë se ka nevojë për ty. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam thotë, ndër gjërat të cilat ja ka borxh muslimani muslimanit, wa idha stansahaka fansah lahu, e kur ai të kërkojë të jesh i sinqert me të, i çiltër me të, ti je i çiltër me të. Je i çiltër me të. E pikërisht çiltërsia ka nevojë për njerëz të cilët flasin më të mirë në asaj që dinë, qoftë nga përvoja apo eksperiencat e tyre. Ndaj dhe nisën sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam të japin nga eksperiencat e tyre. Ndaj dikush propozonte, thonte le të vendosim një këmban, ashtu sikur se të krishterët përdorin në kishat e tyre. Një tjetër thonte le të përdorim jo këmban, por le të përdorim një lloj briri të cilin e përdornin hebrejt për të ftuar njerëzit për në sinagogat e tyre. Të tjerë të cilët propozuan që të ngrihet një flamur. Sa herë vjen namazi me ngret një flamur. Të gjitha këto nuk u pranuan nga profeti alayhi salatu wasalam. Nuk është se i hodhi poshtë. Pra këtu vihet re respekti që i dërguari i Zotit ose vlerësimi që i dërguari i Zotit ka për të tjerët, ata të cilët japin një mund, japin një përpjekje. Pra mos se nënçmo përpjekjen e tjetrit. Ka njerëz të cilët domethënë kur tjetri jep një mendim të tij, në ashtu siç e shef ai të arsyeshme, pra pritet me fjalë të mirë. Ja më çfarë është kjo? Çfarë kjo që thotë zbogë fare. Allahu tash problem, po nuk e shohim të arsyeshme. Ka diferencë. Ka diferencë, domethënë siç e kemi cilësuar në mënyrë të vazhdueshme midis faktit që ti thosh tjetrit, a mund ta pranosh këtë dhuratë prej meje, dhe ti thosh tjetrit, po e desha ta fal unë ty këtë. Po çfarë po e desha ta fal, po ti e ke ulë, e ke çu për tokë atë. Kurse kur i thua ka mundësi, a më kishe nderuar me pranu dhuratë prej meje, ai edhe mos më ju dash ajo gjë, vetëm mënyra se si ti e kërkon, ka për ta marrë vallaj. Ka për ta marrë një diçka të tillë. Edhe mos më ju dash. Ndaj të nderuarit e mi, profeti alayhi salatu wasallam nuk ishte i tipi i cili i injoronte të tjerët. Vlerësonte çdo opinion dhe mendim që mund të jepnin njerëzit. Ndaj nuk i pëlqeu mendimi i asnjërit. Por tha, si u përgjigj këtyre njerëzve, të shohim se zgjidhje do të na japi Allahu xhel xelalu. Pra shkoni gjithsej secili. Dhe sahabët shkuan të mendonin nëpër shtëpitë e tyre. Këtu kemi një fragment që Umeri radhiyallahu anhu do të jetë personi i cili fillimisht ka propozuar që le të ftojmë njerëzit për namaz, po jo me ezanin. Por nuk është se u dinte diçka që quhej ezan.
Po le dalë dikush dhe të thrasë thoj namazi ose shkoj koha e namazit. Vetëm kaq, asgjë më tepër. Shkojnë njerëzit në shtëpitë e tyre derisa vjen sahabiu i nderuar Abdullah ibn Zeid al-Ansari radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Zeid al-Ansari shkon tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i thotë i dërguari i Allahut, kam parë në ëndër sigur një person kishte një fyell në dorë. Versione të ndryshme, njëri thot për komban, njëri thot për fyll, çfarë si ka? Një nga këto dyja. Dhe i thash, a ma kishe dhënë mua atë fyll nëse kombanën, se na duhet për tek xhamia, pra që të ftojmë njerëzit për në namaz. I tha, jo. Unë do t'jap diçka më të mirë se sa ky. Dhe tha, nisi dhe më përmendi ezanin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, dhe në fund të ezanit. Thot, unë ngrita nga gjumi dhe shkova tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i thash o i dërguari i Allahut, kështu kam parë në ëndër. Thot profeti alayhi salatu wasalam, kjo është ëndër haku. Ëndër haku, pra çfarë do thot? Ka njerëz të cilët janë të fiksuar me ëndrat. Ne nuk jetojmë me ëndrat nderuarit e mi. Në ëndrat dëshirojmë punojmë për t'i bërë realitet. Nuk jetojmë me frikën apo shpresën e ëndrave të cilat i shohim ato. Profeti alayhi salatu wasalam thot, ëndra është 1/46 pjesë e profecisë. Domethënë që ka pjesë të realitetit, ka pjesë të mesazhit, ka pjesë të paralajmërimit, të përgëzimit, të myshdes, të gjitha këto i përmban. Ndërsa në rastin konkret, kjo është një ëndër orientuese. Dhe kjo është orientuese për sa kohë që është profeti alayhi salatu wasalam, se ne nuk i legjitimojmë dhe nuk i ligjërojmë gjërat nëpërmjet ëndrave. Pra të ngrihet dikush tani dhe thotë kam parë në ëndër unë kështu, edhe do e bëjmë këtë. Kush jeni që ke parë në ëndër? Kjo bëhet fjalë kur është zotnia i nderuar pejgamberi alayhi salatu wasalam prezant. Ai i zgjidh këto situata. Dhe profeti alayhi salatu wasalam thotë kjo është ëndër haku, pra është ëndër e vërtetë. Ndaj shko Abdullah dhe përcillja diçka të tillë Bilalit, sa i e ka zërin më të lartë dhe më të ëmbël nga ti. Dhe ja ka komuniku Abdullahu radhiyallahu anhu diçka të tillë Bilalit, i cili u ngjit në pjesën më të lartë të xhamisë, sepse xhamia nuk është se kishte një minare siç mund ta ketë në ditët e sotme. Thotë dhe thriti Bilali ezanin. Ndërkohë që është parë thot zotëria i nderuar Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, i cili vraponte ende për në xhami, e kanë përshkruar dhe kanë thënë i pa veshur mirë. Pra, e keni parasysh kur dikush del me bë medal me këmishën, akoma së mërthy mira si ka lidh kpuzët, ku ta diun pse, se ka marak një diçka tjetër, se ka marakun ke paraqitja e tij. Thotë ashtu është parë Umeri radhiyallahu anhu, i cili thotë i dërguari i Allahut, një diçka të tillë kam parë në ëndër dhe unë, elhamdulillah, thot pejgamberi alayhi salam. Dhe kështu ka nisur historiku i kujt? I ezanit, në vitin e parë të hijretit. Nuk dihet periudha pas ndërtimit të xhamisë, por jo se sa kohë ka zgjatur një diçka e tillë. Për herë të parë pejgamberi alayhi salatu wasalam emron, pra automatikisht emron Bilalin radhiyallahu anhu si muezzin. Çfarë duhet dim për ezanin? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folur shumë për ezanin, për vlerën e muezinit, për vlerën e ezanit, dhe ka thënë sikur ta dinin njerëzit se çfarë vlerë, çfarë shpërblimi dhe sevapi ka në thirrjen e ezanit dhe në safin e parë, sikur të mos zgjenin metodë dhe mënyrë tjetër vetëm se të hidhnin short për të arritur diçka të tillë, dhe diçka të tillë do ta bënin. Apo kur thot ata muezinët të vinë në ditën e Kiametit me qafa të gjata, pra domethënë veçohen nga të tjerët. Apo kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutet dhe thot Allahumma arshidil a'imma waghfir lil mu'adhdhinin, o Zot udhëzoj imamllarët, domethënë orientoj për në drejtën, dhe fali o Zot muezinët, gabimet e tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam, pra këtu kemi një çështje tepër thelbësore. Për të thirrur ezanin ka disa kritere, pastaj ka dhe edebe ose edukata, por ka disa kritere të cilat janë të padiskutueshme.
Ne nuk kërkojmë fillimisht vetëm që të jetë zëri i bukur. Kriteri i parë është i personit i cili e thret ezanin të jetë musliman, sepse është ezani i Muhamedit alayhis salam ky. Nuk na duhet thjesht një këngëtar i bukur, por a duhet zëri i bukur, është prioritet, jo kriter, po prioritet që jep prioritet në përzgjedhjen e muezinëve, patjetër që po. Ndaj dhe profeti alayhis salam i dha prioritet kujt? Bilalit radhiyallahu anhu. Pra profeti alayhis salam në Medinë ka pas 2 muezin, ndërsa muezinët e profetit alayhis salam në jetën e tij janë 4. 2 janë në Medinë, Bilali dhe Abdullah ibn Umi Mektum, të cilët kanë pas thirrur edhe paralelisht ezanin, pra në drejtime të ndryshme bëhet fjalë, edhe paralelisht ezanin, ndërsa kemi Ebu Mahdura, ka qenë sahabiu tjetër i cili ka qenë muezin në Mekë, po quhet muezini i profetit alayhis salam, edhe pse është në Mekë, dhe i 4-ti Sa'd al-Qaradhi, i cili ka qenë muezin në xhamin Quba. Këto kanë qenë muezinët zyrtar që njihen ndryshe si muezinët e profetit. Por ka pasur raste që është thrit ezani dhe në shkretir ose në një hapësirë, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë që edhe kur ti je në shkretir ose në një hapësirë boshe, je i vetëm, thritë ezanin, se kushdo që e dëgjon, domethënë ezanin tënd për namaz, thirrjen për namaz, do të dëshmoj për ty tek Allahu subhanahu wa taala në ditën e Kiametit. Pra, a është kriter që thjesht jetë zëri i bukur? Jo. Kushti i parë është që njeriu domethënë të jetë musliman. Kushti i dytë, të jetë i arsyeshëm, i mençur. Pra e din se çfarë po vepron. Të jetë i arsyeshëm, të jetë i mençur. Ka njerëz të nderuarit e mi të cilët për shembull e ka kaluar gjithë jetën i ngrati domethënë me thirrjen e ezanit. Për efekt ndoshta të moshës apo ndoshta ndonjë goditje për shembull në tru, s'konsiderohet më njeri i arsyeshëm. Nuk po themi e kalon mendja, po është në statusin që nuk i shkruaj kalemi më, nuk shkruaj më për të. Çfarë ndodh tani me këtë person? Kemi në historinë e Islamit në të tillë, për dietarë, kanë qenë dietarë thonë dilte në paraditën e hershme. Dilte të thirrë zonin minare. I thosh, zbrit poshtë, se s'ka shku dreka akoma. Po jam të thirrë sabahun, thonë. Jam të thirrë sabahun. Pra ai i shkreti sishte më për ezanin. Pra kushti i parë, Islami, do të jetë musliman. Nëse nuk është musliman, nuk bën. Kushti i dytë, të jetë i arsyeshëm, dhe kushti i tretë të jetë mashkull, jo femër. Në gjithë respektin për gjininë femërore, po këtë kriter nuk ja kalon Zoti. Po me qenë femrën mes femrave, s'ka. Ezani thirret me Zot lart. Dhe zëri i lart nuk është për femrat. Ndodhi ani nga Amerika, se nuk e di se Zot shqyr ka ndalë domethënë tyrëli islamësh më dha. Sa ka dolën në i qendër atje, i grua jo të majt hutbën. Grua të majt hutbën. Ti mund të jesh shumë e përgatitme. Po mund të jesh dietare i Islamit, po atë që s'ta ka dhënë Allahu, s'ta ka dhënë. Nuk më ngruja hutbën se të ka qetë pa xhumo. Edhe ti shifshi tu fyzlyk, unë kam pa domethënë në video tu fyzlyk, tu pa se jo do majt hutbën. Po pse rrokot? Pse rrokot? Unë nuk e di nëse kjo lloj kategorie hyn ka ajo që profeti alayhis salam e ka cilësuar kur e kanë pyetur dhe i kanë thënë që i dërgumi i Zotit. Po e përmend hadithin gjithin. Një ditë për ditë shkon i dërgumi i Zotit alayhis salam në varrezat e Bekijes dhe pasi lutet për të vdekurit, jep selam dhe lutet për to, thotë sa do kisha pas dëshirë që t'isha takuar dhe t'isha njohur me vëllezërit e mi. I thonë i dërguari i Allahut, a nuk jemi ne vëllezërit e tu? I thotë, jo, ju jeni shokët e mi. Vëllezërit e mi do të jenë ata të cilët do të më pasojnë, do të më besojnë pa më parë me sy. I thonë i dërguari i Allahut, po si i njeh ti ato në ditën e Kiametit? Thotë, a keni pa një person i cili ka një tufë me kuaj të njëngjyrshme, pra të cilësuar në hadith të zi faktikisht. Dhe të tjerë të cilët e kanë nga i lulen në ballë, pra e kanë nga i pull të bardh, i lulen në ballë. Ai dallon thotë ai kuaj dhe vet ky që i ka me këtë ngjyrë,
I thanë, po i dërguari i Allahut, ashtu do I dalloj unë ummetin tim sepse vezullin, ndrisin shenjat e abdesit. Shenjat e abdesit do të jenë të shndritshme në ditë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, unë do t'u paraprij atyre për në haud, rezervuari nga ku pejgamberi alayhi salatu wasalam do t'u japi për të pirë ujë besimtarëve. Zot na bëj prej tyre. Na mundson Zot pim ujë prej dorës pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot dhe do të shoh prej tyre që do t'u them helum, bujrum, afrohuni. Thot dhe me lajket të cilët do t'i ndalojnë, ka prej tyre të cilët do t'i pengojnë dhe do t'i ndalojnë, ashtu sikurse ndonjëri ndalon deven e tërbume ose të prekur nga ndonjë smundje. I them, këta janë prej ummetit tim. I thot meleku pejgamberit alayhi salatu wasalam, innahum, ti nuk e din se ç'kan bërë këto pas teje. Këto kanë ndryshuar fen tënde. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, u drejtohem atyre dhe them, suhqan, të poshtru qofshi. Të poshtru qofshi. Pra mundet dikush me ndryshuar fenë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe e shoh të arsyeshme unë kështu. Ku e ke arsyen ti me pa të arsyeshme? Ti arsyen e ke lënë me qira. E ke lëshu me qira ne po kërkon neve të dëshimin e dhënë arsyen. Ndaj, këto janë 3 kriteret, 3 kushtet e pakontestueshme, domethënë, në thirrjen e ezanit. Ndërsa të tjerat janë adabe ose preferenca. Një prej tyre është dhe zoni I bukur. Mund t'ju përmend këtu një kuriozitet të nderuarit e mi. Kur Franca e pati pushtu Sirin, dhe ka pushtu nga viti 1920 deri në 26 vite me radhë, një general francez të kalonte rrugëve të Damaskut ose në xhamin ku ishte e kishte atë kampin e vet, kishte 2 muezina ai. Xhamia, jo ai, po xhamia. Njëri me zë me të marrë në qafë, të mahniste. I tjetër me të bë me myll veshët. Se zoni I bukur është dhurat prej Allahut I nderumi im, nuk është se ti e arrin gjatë jetës tënde. O e ke ose ke, ta ka dhënë Allahu, shfrytëzoje për mirë. Se Zoti I bukur ka edhe që kënon tallavar, I tjetër që e përdor domethënë për ezanin. Diferenca kush është? Ky e përdor për Allahun, ky tjetri e përdor ku dëgjon punë të vetes se për çfarë e përdor Allahun në Zot gjithë. Dhe kur e thret ezanin, thot ky që e kishte zonën jo të hishëm, I dha thot një shpërblim shumë të madh generali. E pyesin dhe I than, po ç'pate që I dhënë gjithë të paret I këtit? Se ky as kishte Zot bukur. Po për ne dhe ja dhash. Po ja jepshe dha ti të parit, çat pari thu thare. I pari tha që tu më fut në Islam mure. Tu e pata që dha Zot bukur që tu më fut në Islam. Po ky I dyti tha, ky do pagu që ti largoi rrok prej feje. Do pagu ky I dyti. Prandaj I nderumi im, ke zani nuk ka hadër. Ka njerëz të cilët kanë akoma marak me thirr. Pa thirrën në shtëpi tate kënoqë aty. Kur si e për atë punë nuk je. S'ta ka thonë Allah, s'ka më rasti të keq, ti ke shumë gjëra të tjera me morë sevap. Ndaj kur e përmendëm këtë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që sikur njerëzit të mos gjenin metodë tjetër, mënyrë tjetër për thirrjen e ezanit, se kush ta thrasi vetëm se me hedh short, edhe atë do ta kishin bë. Rrie nesi, vije koha e ezanit, rrit u pasa, ikër me vrap atje. Ikër me vrap. Çe do pa, se mos ka një tjetër ta thrasi. Shkore merë sevapin. Shiqy që të ka mundësu Allahu, të ka dalë në shtej. Ku ta gjesh? Ku ta gjesh? Shiqy që të ka mundësu Allahu, do me thonë. Pra, të ka falë Allahu Zot bukur, po përgjigju atje. Këtu del një mesele tjetër e cila është kur robi është I vogël, nuk është bylyk. A lejohet me thret ezanin patjetër. Më kujtohet në kohë time unë, ishim të vegjël, bylyk ishim, po ku e ditë hoxha ke xhamia se a e ke arrit moshën e pikurisë ajo disës. Në dyshim me thirrë ezanin kishim qejf. Që nga viti 95, 96. Edhe të shifte kështu, a kisha thirrur në ezanin. A di me thirr?
Thirrë herë tani gjojën para se ta thysh me mikrofon. Thirrë herë tani gjojën. Pra, edhe për zonin, edhe për shqiptimin, normalisht ishim shumë më lart se dhe mosha bën vetën, domethënë, një njerëz me 1 vjetër nuk janë gjithë një lloj. Pavarësisht se zoni nuk është se plaket automatikisht me njeriu, jo gjithmonë plaket. Mirë. Do të lejmë, po do të lejmë në një vakt që mos ketë fort rob. Po motivohet fal të Allahut tjetër. Pra e shef se është i vogël kur e bën atë punë, se kur nuk e bën, domethënë, shoh disa video, domethënë, kjo ndodh në botën arabe. Fëmijë të vegjël të majt hutbe. Po pse e marruan burrat që me majt kalamoni i vogël me majt hutbën e zi? Jo, po shif se si, po hutbja nuk është thjesht, domethënë, një recitim o vllai. Nuk është si ezani hutbja. Ezanin e mësove, rregullat e tij çdo gjë, e kënon shumë bukur, Allahu të shpërblet. Kurse hutbja do në logjik. Hutbja mund të ndodhi, domethënë, që dikush mund të flasë drejt për drejtë ty, si t'ja bëj ky kalamoni i vogël. Ç'do i thojë? Është turpi herë me të pa në një nga jashtë. Jo, po duam ta motivojmë. Po mirë, ne motivojmë, po. Gjejmë vend tjetër për ta motivuar. Jo me patjetër me nxjerr në hutbën e xumas. Ndaj nderumit e mi. Ezani nuk ka hatër. Ai që nuk ka Zot bukur, nuk ka. Kemi një problem tjetër. Një sfidë shumë të madhe. Njerëz të cilët janë sprovuar në jetën e tyre me qenë gjunafçar, gjithë jemi gjunafçar, po flas gjunafçar me gjunafe publike, të filmuar, të deklaruar, çdo gjë, pra dihet se çfarë është ky. Vallai kisha qejf me thirrje e Zot. Ti mund të kesh shumë gjona qejf, të keqim vllai, po nuk janë gjitha me qejf, sa ke qejf ti. Gjithë natën o të knu atje ku o të knu, kisha qejf ta thirrsh herë për namaz sabaut. A në burr, hajde edhe ta filmojmë, se do të thirr filoni. Zoti është problem filonit, po ky filoni vet nuk duhet ta kishte marrë munimin me shku aty. Se nuk je për atë punë. Ezani është ibadet vëlla. Ezani është ibadet, është adhurim. Është shembull. Duhet me bë dhe duhet me ju përmbajt. Në me vërtet tham që këto janë kriteret kryesore. Por ka dhe të tjera të cilat janë dytësore. Parësore dhe dytësore. E këto dytësoret mësne, duhet me ju përmbajt të gjitha dhe nga pak. Ndaj ezanit çfarë është suneti i pejgamberit alayhis salatu wasalam, ndër sunetet më të forta. Nëse në një zonë braktiset, jo vetëm që janë gjithë gjunafçar, por shkon diskutimi më shumë se sa të qeni të gjithë gjunafçar. Pra jo me lënë një xhami, për shembull një xhami nuk e thrasin, e supozojmë. Por e gjithë zona, e gjithë Tirana, elhamdulillah Allah që na ke begatuar me këtë mirësi. Vallai vizitoj vendet ndryshme të Evropës, diasporës. Kanë organizim për fenë e Allahut shumë më shumë se ç'kemi ne. Vallai kanë bashkëpunim shumë më shumë se ç'kemi ne. Sakrifikojnë ndjenjë të bind shumë më shumë se sa sakrifikon ti. E unë bashkë me ty, domethënë. Mirë po, me të gjithë komoditetin që mund të kenë kriju, me të gjithë organizimin thuajse perfekt që bëjnë, nuk barazohen me ty. Nuk barazohen në vëlla se ezani i tyre është si i kameti, këne. Është si i kameti, pra i kametin e thret pa, ose e thret me mrena, ose e thret fare pa mikrofon. Ashtu do të thrasë edhe ai. Edhe të thotë, çfarë shifshëm, xhamia plot. Plot më xhamia më. Po mos ne. Po është nevoja e besimit më, don shpirti. Është nevoja e shpirtit që don besim, e kupton? Është nevoja e shpirtit. Falenderoni Allahun për këtë nimet o vëllezër. Nuk ka gjë më të bukur me të kënoj shpirti. Ti jeton në portat e Evropës dhe e dëgjon ezanin lirshëm, të respekton i madhi dhe i vogli, muslimani dhe jo muslimani. Gjithë domethënë, edhe ai që nuk të don, po prapë të respekton për tatë. Ka raste kur ne që deklarohemi ndoshta si viktima, jemi ne ato të cilët kemi shkaktuar një të keqe nëpërmjet ezanit. Ezani është për të thirrë tjetër, është për t'i afruar. Një thirrje e mirë, vallai i fut tjerët me zër në xhami, me pas kurioziteti, kush ishte ky. Ezani në rumit e mi që ka ardhur në këtë formë, fillon në Allahu Ekber. Allahu është më i madhi. Nëse
do të kishim dëshiruar me thënë një fjalë më të ndryshme, ose një fjalë domethënë më madhështore në fjalorin e përditshme, do të kishim thënë Allahu A'zam. Zoti është më madhështori. Një sinonim i kësaj fjale ekber. Po Allahu ka vendosur se Allahu është më i madhi. Pse në rumit e mi? Sepse është një fjalë sinonim i papërdorshëm të përditshme. Gjë që edhe arabët, të cilët nuk e kishin pjesë të gjuhës tyre, do t'i bëjte kurioz me shku me pa, çka kjo thirrje. Një thirrje që thot hayya 'ala s-salah, hayya 'ala al-falah. Eja në namaz, eja në shpëtim. Thirrje për ty. Thirret më shumë se 1800 herë brenda vitit. Thirret për ty. Për mu. Sa herë ju ke përgjigjen të 1800 herë kusur? Ta drejton Allahu ty. Vallahi sa herë ta një gjësh dije se Allahu të kalon mundësin hapët. E ketë hapër mërë. E ke litarin Allahu të ketë lëshumë. Me u kapë masati shpejt. E janë namaz, thotë Allahu. E janë shpëtim. Kështu të thirë ty Allah. Vallahi nëse ti e unë nuk i përgjigjemi. Ka përçu Allahu, kush ka për t'ju përgjigj? Ka përçu Allahu me lajke plot që kanë për t'i mush shpida Allahu xhelle xhelalu me ta. Mirë po, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dhe se ato xhamit janë të Allahut, ndaj mos lusni me Zotin tjetër kënd. I është drejtu Allahu xhelle xhelalu njerëzve dhe xhinëve. Nuk i është drejtu me lajkeve. Allahu ka kriju me lajke të cilët e adhurojnë gjatë gjithë jetës tyre, nga çasti që i ka kriju, për tyre të cilët janë në ruku, për tyre të cilët janë në sejdë, nuk e ngrejnë kokën nga sejdja. Nuk ka nevojë më për adhurimin tënd, nuk ka nevojë. Je ti që ke nevojë. Ndaj ezani i nderumi im është thirrja e shpëtimit. Është thirrja e parë dhe si hariqi i parë që pejgamberi alayhi salatu wassalam e ligjëroi në vitin e parë të hijretit dhe vazhdoi kështu për jetë. Dhe kudo që shkoi te pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe kur nuk kishte xhami, edhe kur ishin në terren të hapur, thirrja e ezanit do të bëhej. Dikush do thojë është sunet, nuk është farz. Nuk thash se është farz. Por është një sunet i fortë që kurrë nuk është lënë nga muslimanët. Në çfarë do lloj situate të tyre. Ama ai ka hijeshin e vet. Hieshia e tij është që ezani të thritet jashtë me ton të mjaftueshëm, të pabezdishëm, se ka dhe prej vëllezërve të cilët e teprojnë. Meraku do të thonë me bërtit sa më shumë. Po nuk ka shërë me qetë rryllat e fytit. Ke Ebu Mahdhura, që përmenda që ka qenë muezini i Mekës, më kujtu ka kjo me qetë rryllat e fytit. Ebu Mahdhura ka pas qenë karakterizuar në mesin e muezinëve të profetit alayhi salatu wasalam si personi i cili kishte zonin më të lartë. I thot Omeri radiallahu anhu, par zotin Ebu Mahdhura, a nuk të plasën rryllat e fytit të thirrë zonin më vëlla? Pra aq zot lart kishte. Mirë po, ka zot lart i cili është acarus dhe ka zot lart i cili vjen i ëmbël. Në sot gjonën nuk ke nevojë me pas shumë në zot lart, se i keme mikrofona, me amplifikator me të gjitha. Me net mesatar. Po ta supozojsh sikur do të ngjitesh në minarët e xhamis, aq me pas tonin ose volumin. Sidomos për shembull në kohët të cilat si namazi i sabahut apo të tjerë, të cilët duhen komandu i çik. Duhen komandu, pra të jenë të pranueshme. Pra ka prej tyre të cilët janë provokues apo acaruzve, e thotë shif, se s'do ky do ta lë. Po jo më se s'do ky. Nuk janë gjonat me zor. Ne do të veprojmë ashtu siç na kërkon feja jonë. Ai sa na kërkon feja jonë do të veprojmë ne. Ndaj ndërumit e mi. Ezani, thirrja e shpëtimit u ligjëru nga profeti alayhi salatu wasalam në vitin e parë të hijretit për t'i dhënë rrjedhës së historisë islame një tjetër kahje. E lutim Zotin xhel xhelalu, Zot mos na lë pa ezan. Zot mos na privo ka ezani kudo që ne shkelim, kudo që ne shkojmë, kudo që ne jetojmë. Na bëjë i madhnueshmi Allah për atyre të cilët i përgjigjen thirrjes tënde në namaz, i përgjigjen thirrjes tënde në shpëtim. Të lutem ty i madhnueshmi Allah, ne i vëllazëro zemrat tona ashtu siç ne i ka afruar trupat tan.
Lutemi ty i madhnueshëm Allah mos lejo të dalin për kësaj xhamie vetëm se me gjunahe të falura, me tobe të pranuara, me lutje të refuzuara. Sikurse na e ke mundsuar të mblidhemi në këto mezhlise për të madhruar madhrinë tënde, na mundso Zot që të gjithë bashkë me familjet tona, me të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan për hatrin tënd, të tubohemi në xhenetet e larta, në xhenetet e Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.